Vëllezër dhe motra, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Muaji i Ramazanit është muaji i Kur'anit, për shkak se në këtë muaj filloi të shpallet Kur'ani. Allahu i Madhërisëm zgjodhi këtë muaj që në të filloi shpallja e mesazhit të fundit të Allahut për njerëzimin, pra Kur'anit famëlar. Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famëlar thot: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin u shpall Kur'ani. Ai është udhërëfim për njerëzit. Ka argumente, dëshmi dhe tregues të qartë për rrugën e drejtë, si dhe është dallues i të vërtetës nga jo e vërteta. Pejgamberi i fundit i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, në veçanti në muajin e Ramazanit është shoqëruar me Kur'anin famëlar, edhe pse ai gjatë gjithë jetës së tij nuk është ndarë nga Kur'ani. Po jo vetëm kaq, bile në muajin e Ramazanit e ka përsëritur atë pjesë të Kur'anit që është shpallur me melekun i cili ka qenë i angazhuar për t'ia sjellur atij shpalljen e Zotit, pra me Xhibrilin alayhis salam, paqja e Zotit qoftë mbi të. I dërguari i Allahut Muhammedi, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, thotë se për çdo vit në muajin e Ramazanit e ka përsëritur Kur'anin me Xhibrilin, pra një herë. Ndërkaq në vitin në të cilin vdiq, e ka përsëritur 2 herë Kur'anin me Xhibrilin. Kjo tregon se muaji i Ramazanit është muaji i Kur'anit. Dhe ne duhet të mundohemi maksimalisht që në këtë muaj vend të veçantë në orarin ton dhe në agjendën ton ditore dhe po ashtu edhe të natës, t'i vëm apo t'i kushtojmë Kur'anit famëlar. Të qenit e muajit të Ramazanit muaji i Kur'anit, do në të thotë se libri në Islam ka peshë të veçantë. Kjo, nga se Kur'ani është libri i fundit i Allahut të Madhërisëm dërguar njerëzimit. Pra, në një mënyrë, Ramazani është muaj i promovimit të librit, muaj i librit, muaj i shoqërimit me librin. Dhe këtë duhet ne ta bëjmë, pra, të shoqërohemi sa më tepër me librin. Ne duhet të mundohemi ta lexojmë Kur'anin në origjinal, pra në gjuhën në të cilën është shpallur. E nëse ne këtë nuk mund të bëjmë, pasi ndoshta nuk dim ta lexojmë në gjuhën arabe, atëherë gjatë muajit të Ramazanit të mundohemi të dëgjojmë Kur'an, për shkak se edhe vetë dëgjimi i Kur'anit e ka vlerën e vet. Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famëlar thot: "Wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kur të lexohet Kur'ani, ju dëgjoni me vëmendje dhe heshtni, pra mos merreni me gjëra tjera sepse lexohet Kur'ani, la'allakum turhamun, që të jeni të mëshiruar. Do të thotë dëgjimi me vëmendje i Kur'anit sjell mëshirë për njerëzimin. Pra, të jemi ne ata të cilët do të mëshirohemi duke dëgjuar Kur'an me vëmendje. Po ashtu, krahas dëgjimit të Kur'anit, nëse nuk dim ta lexojmë në gjuhën arabe, atëherë duhet ta lexojmë përkthimin e kuptimeve të mundshme të ajeteve kur'anore, si dhe shpjegime të ajeteve kur'anore në gjuhën shqipe. Dhe falë Zotit, të gjitha këto pra i kemi në duart tona. Të lexojmë Kur'anin famëlar, të përkthyer normalisht
disa kuptime të ajeteve të tij të përkthyera pra në gjuhën shqipe dhe bashkarisht me fëmijët tanë, me familjet tona, të ndajmë një kohë të saktuar kur të gjithë së bashku do të ulemi, do të lexojmë Kur'an në arabisht, nëse nuk dim të bëjmë këtë, atëherë së paku do të dëgjojmë Kur'an nga ndonjë lexues, ose pra nëse nuk mund të lexojmë në gjuhën arabe, atëherë do të saktojmë një kohë kur ne do të lexojmë prej përkthimeve të kuptimeve të ajeteve kuranore në gjuhën shqipe. Të mundohemi të flasim fëmijëve tanë, familjeve tona për vlerën e Kur'anit dhe të lexojmë bashk atë që përmban Kur'ani, shembuj, udhëzime, instruksione, mësime dhe urtësi për jetën tonë. Ti mësojmë fëmijët tanë dhe familjet tona se zbukurimi më i madh për njeriu është Kur'ani famlar. Ti mësojmë që në duart e tyre ta mbajnë librin, të lexojnë dhe ti pasurojnë në njohuritë e tyre dhe të ngriten intelektualisht për shkak se Kur'ani famlar është libër dhe neve si ummet na ka hije që në duart tona të mbajmë libër.